në respekt të një kërkese nga ana juaj për të sqaruar propozimet e depozituara ditë më parë në Kuvendin e Shqipërisë nga 3 deputet grupit parlamentar të Partisë Socialiste, mes tyre edhe unë. Dua të sqaroj që këto ndryshime janë ndryshime të cilat janë menduar prej shumë kohësh, të ndara në disa element ose do të thoja në disa qëllime të mira që kanë të bëjnë me përmirësimin e punës së Kuvendit të Shqipërisë, qoftë sa i përket mbarvajtjes dhe kohës efikase të diskutimeve në seancën plenare, që kanë të bëjnë me përmirësimin dhe rritjen e efikasitetit të kontrollit parlamentar, me qëllimin e një përqasje të procedurave që ndjek Kuvendi i Shqipërisë me kuvende të tjera, me parlamente të tjera europiane, dhe këtu në përgjithësi ju e dini që gjithmonë ka qenë dëshira ime dhe kolegëve të Partisë Socialiste që t'i përqasim ato me procedurat e Bundestagut Gjerman, i cilin e kemi marrë për referencë shumë herë. Kemi të bëjmë edhe me një problematik që lindi pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Nuk besoj që jemi më në kushtet për ta komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe pse ndoshta një koment do ta bëjmë pasi të kemi të zbardhur arsyetimin e gjykatës kushtetuese, por në kushtet që vetë gjykata kushtetuese në njoftimin publik që bëri pas shpalljes së vendimit, i le kohë Kuvendit deri në hyrje në fuqi të vendimit gjykatës kushtetuese që le themi të zgjidhë teknikisht mbarvajtjen e punës komisionit, duke cituar vendimin e gjykatës kushtetuese që nuk ka të bëjë me numrin e komisioneve, por në një këndvështrim të tyre të lirisë së fjalës që mbetet për t'u arsyetuar në vendimin përfundimtar. Dhe po ashtu kthehem tek një prej pikave të ndryshime. Kam dëgjuar që ka një diskutim pse Partia Socialiste i merr në mënyrë të njëanshme propozimet. Besoj që bien gjithë dakord që në kushtet e këtij le themi të mungesës një dialogu konstruktiv parlamentar, propozimet merren në mënyrë të njëanshme, por rëndësi ka që të shpresojmë që miratimin ta kemi të dyanshëm ose me konsensus. Pra, edhe pjesa që lidhet për shembull me uljen e kohës së diskutimeve për deputetët dhe anëtarët e Këshillit të Ministrave 5 minuta. Unë nuk besoj që ka kjo nuk sjell asnjë lloj problematike me huimin e të drejtës fjalës. Mendoj që në kulturën parlamentare europiane apo dhe botërore nëse doni, por ne referohemi kryesisht Europës, 5 minuta janë mjaftueshëm për të thënë një qendrim politik. Pastaj për çështje të rëndësisë, do të thuaj të veçantë, për shembull sikurse është diskutimi për përbërjen e Këshillit të Ministrave apo për buxhetin e shtetit, ju e dini që ka një përjashtim sepse mund të vendoset për kohë të caktuar. Pra, mund vendoset që një diskutim 2 ditë, ku koha e fjalës për deputetët të jetë 10 minuta apo edhe më shumë. Kjo është një gjë që ja le mundësi Kuvendit. Por për çështje të procedurës përditshme, miratohet një ligj ose një ratifikim i një marrëveshje. Dhe gjithë e dimë që në asnjë prej rasteve ai 10 minutë nuk përdoret për çështjen që është në diskutim. Ju do thoni po edhe 5 minutë nuk do të përdoret për atë. Po le të synojmë që ta përqasim punën e Kuvendit me disa norma dhe me disa rregulla. Ju keni parë një seancë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, një deputet me shumë eksperiencë, i cili nuk e dinte që duhet t'i përmbash kohësh me 1 minutë. Fjala është tashmë prej disa javësh nuk keni një qendrim në lidhje me çështjen e zëvendës kryeministres Balluku, ndërkohë që as ditën e sotme nuk është futur në rendin e ditës në seancë parlamentare. A do të veproni me imunitetin e saj si në rastet e tjera që i keni votuar pa hezituar, megjithse tashmë po arrin dhe afati 3 muajsh që përcakton? Tani unë këtë çështje sqarova në diskutimin tim në seancë plenare. Mos u shqetësoni televizioni Syri për këtë çështje, është gjitha në përputhje të plot, edhe pra është në përputhje të plot me ju e keni çështje prioritare. Jo, e keni pasur ju prioritet që nuk e bllokoni drejtësinë. Faleminderit për solidaritetin e reportit me Syrin, po unë po flas për e keni pasur prioritet mos bllokimin e drejtësisë ndërkohë ka 3 muaj. Përgjigjen për këtë çështje dash në seancën e radhës
për shkak të afateve që përcakton rregulloria, çështja do jetë për shqyrtim. Zoti Balla, kam 3 pyetje në lidhje me propozimin tuaj për ndryshimin e rregullores. Pyetja e parë lidhet me atë çfarë ju tha që nuk janë ndryshime të njëanshme, por shpresoj të votohen në mënyrë të njëanshme. Në vitin 2000, shpresoj të votohen bashkarisht. Pra duke ju imponuar opozitës me propozimin tuaj. Në vitin 2012 ju jeni një politikan i vjetër, shumica prej atyre që jeni aty nuk e din, por Partia Socialiste ka bllokuar procesin për marrjen e statusit të vendit kandidat vetëm për shkak ndër të tjera për shkak të rregullores së parlamentit. Dhe çështja e 5 minutshit lidhet me parlamentet të mëdha, siç është Parlamenti Evropian me 500 e disa vende. Shqipëria është një parlament Parlamenti Evropian ka 1 minutë. Shumë i vogël në lidhje me parlamentet e tjera. Pra, cila është logjika politike që kërkoni t'ja impononi opozitës pa duke i quar ju propozimet e duke thënë hajde votoni ju? Pra pse nuk keni ulur paraprakisht për ta diskutuar me zotin Bardhi ose me përfaqësues të tjerë? Ulja bëhet pasi ke një dokument për të diskutuar. Kështu që shpresoj që ftesës së zotit Peleshi për të ulur do t'i përgjigjet e pala tjetër pozitivisht për të ulur. Pyetja e dytë lidhet me raportimet e institucioneve të pavarura në Parlamentin e Shqipërisë. Ju tani më e keni zhvendosur raportimin e institucioneve nga 2 komisionet përgjithëse, pra Komisioni i Ligjeve dhe i Ekonomisë që janë më shumti, te komisioni drejtuar nga zoti Xhafaj, cili është propozimi juaj thotë në mënyrë shumë të qartë që nuk do të raportojnë më te Komisioni i Ligjeve ose te Komisioni i Ekonomisë ose te komisionet përgjithëse, por tek një gënjeshtër. Je duke gënjur publikisht. Jam duke lexuar propozimin tuaj. Edhe atëherë ti je duke gënjur publikisht dhe unë po të kthej përgjigje publikisht. Atëherë ta mbarojmë lutem, ta mbarojmë po. Atëherë po, sepse thatë jo, nuk ja kemi hequr. Gjithçka ndodh në komisionin përgjegjës do të vazhdoj një lloj sikur ka ndodhur deri tani pa u prekur fare. Dhe ndërkohë sa i përket rezolutës, në rast se ka rezolut apo rekomandimeve që lidhen me shqyrtimin e tyre në seancë, ato do të shqyrtohen edhe në komisionin e nismave qytetare të monitorimit institucional. Por dhe deklaroj me përgjegjësi të plot, asnjë prej kompetencave të komisioneve përgjegjëse tradicionale, Komisioni i Çështjeve Ligjore, Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, Komisioni për të Drejtat e Njerëzit, nuk prek. Do të vazhdoj siç ka qenë. Kjo është e vërtetë ai sa. Zoti Balla, duke rikthyer tek çështja pas ke lezuar, nuk e pas lezuar. Nuk është në traditën e televizionit report këto gabime. Zoti Balla tani Bashkimi Evropian e cilëson kyç hetimin e zonës Ballukut dhe mos pengimin e drejtësisë për të bërë punën e saj. Keni një koment duke qenë se siç e thash ka për 3 muaj rrien afate ligjore për këtë kërkesë. Tani unë u avash përgjigjen, të gjitha afatet do të respektohen. Ka pyetje tjera? Mos u zini me njëri tjetrin, unë jam gjithmonë i disponueshëm për pyetje. Faleminderit. Jo.